Prokuroria Publike ka kërkuar masën e paraburgimit për 33 vjeçarin nga Gostivari, i cili dyshohet se ka vrarë baban e tij 63 vjeçar. Sipas prokurorisë, rasti është zbuluar pas një denuncimi nga një qytetar përmes një numri telefoni nga jashtë vendit, çka ka vënë në lëvizje menjëherë organet e rendit. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Tutllë, ku sipas hetimeve fillestare, pas një konflikti të vazhdueshëm familjar, i dyshuari me vetëdije ka privuar nga jeta baban e tij. Siç bëhet e ditur, konflikti mes tyre kishte kohë që zgjaste. E fqinjët, të cilët e njihnin nga afër, tregojnë se marrëdhëniet kanë qenë të tensionuara, duke përmendur probleme të vazhdueshme dhe sjellje problematike, përfshirë abuzimin me alkoolin nga ana e të dyshuarit. Sipas prokurorisë, 33 vjeçari ka sulmuar fizikisht baban duke goditur me duar dhe me objekte të forta metalike, duke i shkaktuar lëndime të rënda në kokë që më pas rezultuan fatale. Pas kryerjes së krimit, i dyshuari ka tentuar të fshehë gjurmët, duke e larë trupin dhe duke e përgatitur për varrim. Megjithatë, incidenti u zbulua përmes një denoncimi nga një familjar nga një numër telefoni i huaj, pas së cilës oficerët e policisë shkuan në vend të ngjarje, ndërsa një prokuror publik gjithashtu kreu inspektim dhe menjëherë urdhëroi autopsi. Prokurori publik i paraqiti propozim gjyqtarit të hetimit paraprak të gjykatës themelore në Gostivar për të përcaktuar mas paraburgimi për të dyshuarin për shkak të rrezikut të arratisjes, si dhe rrezikut të ndikimit te dëshmitarët dhe fshehjes së provave, thuhet në njoftimin e prokurorisë.